Veprimet e dhunshme të opozitës në kuvend po e dëmtojnë rënd të ardhmen e Kosovës në integrimet evropiane. Kështu tha kryetari i kuvendit Kadri Veseli. Pasojat sipas Veselit vetëm kanë filluar të shfaqen. Me keqardhje ju informoj se presidenti austriak nuk do t'i adresohet kuvendit Republikës Kosovës me një situatë tillë edhe komisioneri Han, veçanërisht që ka rëndësinë procesin e zgjerimit dhe liberalizimit vizave për qytetarët e Republikës sonë, ka kërkuar t'i adresohet kuvendit, do t'a shohim çfarë do ndodhë. Pavarësisht qëndrimeve të opozitës, kryesia e kuvendit ka vendosur që të ketë sërish seancë javën e ardhshme. Kryeparlamentari Veseli bëri të ditur se nëse është e nevojshme, do të kërkojë që të ketë edhe me shumë siguri brenda sallës së kuvendit. Seanca e kuvendit të Republikës Kosovës do të jetë me datën 2 nëntor në ora 10. Kërkojnë me çdo kusht si institucionet përgjithëse, cilat e kanë obligim ligjor dhe kushtetues këtë çështje, na krijojnë kushte për mbarvajtjen e punës kuvendit të Republikës Kosovës. Por dikush duhet marrë përgjegjësi institucionale për ato veprime. Kryeparlamentari Veseli shpreh dyshimet se në seancën e kaluar mund të ketë pasur deputet të opozitës në ndikimin e alkoolit dhe të lëndëve narkotike, kur kanë përdorur mjete të rrezikshme brenda kuvendit. Janë përdorur ves, gaz lotësjellës, gjësende të forta, fyerje, ujë. Në njëjtën kohë ka dyshime se ka ndikim edhe të alkoolit edhe drogës. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci tha se synimi i opozitës nuk është vetëm shfuqizimi i marrëveshjeve me Serbinë dhe Malin e Zi, por ardhja në pushtet me dhunë. Ne jemi të vendosur dhe kemi obligime ligjore para qytetarëve të Republikës së Kosovës që të vazhdojmë me jetë normale dhe mos të lejojmë që të bllokohet shteti për interesat të individëve të caktuar që kanë mision dhe atyre të cilët vërtet kanë shqetësime. Ne u bojmë thirrje eja se shqetësimet e tyre janë edhe shqetësimet tona. Ndërsa për opozitën caktimi një seance të re është thirrje për përshkallëzim të situatës. Opozita bën të ditur se nuk lëkundet nga qëndrimet e tyre, pa u shfuqizuar marrëveshja me Serbinë dhe Malin e Zi. Do t'i përdorim gjitha ato metoda që do të jenë nevojshme në seancë për ta parandaluar. Po janë metoda cilat i kemi përdorur deri tash, do të vazhdojmë t'i përdorim varësisht prej nevojës dhe situatës. Gaze do të përdorim? Unë thash, pra do t'i përdorim metodat e nevojshme për ta parandaluar këtë seancë. Për situatën e krijuar në kuvend, zyrtarët ndërkombëtar të akredituar në Prishtinë u kanë bërë thirrje partive politike që përmes dialogut të gjejnë zgjidhje.